Java Olimpike 2025 ka startuar këtë fillim jave në qytetin e Lushnjës me një organizim masiv me karakter sportiv e kulturor të fëmijëve të gjitha shkollave publike e private. Aktiviteti është zhvilluar në qendër të bulevardit kryesor të qytetit dhe më pas ka vazhduar në mini pallatin e shkollës nëntëvjeçare Fotopuka të Lushnjës me një interes shumë të madh midis shkollave e nxënësve. Fëmijët e klasave të ndryshme nisën të konkurrojnë në disa gjini sportive e kulturore. Fëmijët kanë kërcyer në ritme sportive e të rinjt kanë marrë pjesë në gara sportive të ndryshme në këtë aktivitet të organizuar në kujdesin e veçantë të zyrës arsimore të Bashkisë Lushnjë. Synimi është që të nxitet pjesëmarrja e të rinjve në këto veprimtari me karakter sportiv, kulturor e shkencor për të qëndruar larg jetës sedentare. Java Olimpike nisi të martën dhe do të mbyllet pas një jave me shumë aktivitete të ndryshme në të gjithë qytetin, ku janë të ftuar të marrin pjesë edhe qytetarët. Aktiviteti nisi në himnin e flamurit dhe ato të lojrave olimpike. Fjalën përshëndetje për nisjen e javës të lojrave olimpike e mbajti kryetaria e bashkisë zonja Riselda Sefa, duke përgëzuar të rinjt dhe nxënësit. Dhe kjo është farë kësaj pune të shkëlqyer që bëni ju të dashur mësues me këta nxënës të cilët jo vetëm i përfshin në sa më shumë aktivitete sportive, por ajo që është e rëndësishme është mesazhi që jep kjo javë olimpike dhe këtë unë lexova edhe në pankartat që fëmijët mbajnë në dorë, sepse ajo që është e rëndësishme është që ne të bëhemi qytetarë të mirë dhe që të bëhemi qytetarë të mirë kjo shkëlqyer që nuk bëmi gjithmonë. Shumë përgëzim me profesor Mirotin, i cili javën olimpike ka kthyer tashmë në një traditë të bukur për bashkinë tonë. Ju uroj shumë suksese të gjithëve dhe sot t'ja kaloni një ditë sa më të bukur, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të merresh me aktivitete sportive. Shumë suksese të gjithëve. Më pas në këtë aktivitet u shpreh edhe drejtori i shkollës nëntëvjeçare Fotopuka, zoti Arben Myrto, duke sjellë sportin dhe të rinjt në fokusin e të ardhmes. Shkolla të nxënësit, mësuesit dhe gjithë prindrit dhe të marrin pjesë. Falenderoj Ministrinë e Arsimit, Kopshin, organizatorin e prezantimi final të kësaj olimpiade olimpike. Dhe kam një mesazh për të gjithë të mirë. Të larguar nga vese, merrni me aktivitete të ndryshme. Lushnja ka traditë ka përjetuar nga vite të gjitha fushat, në gjitha aspektet. Jemi bashkë të bashkëpunojmë në mënyrë që talentin tonë, artet, të mira e dëmëna të gjithë shkolla, të gjithë prindërve të shpërderë dhe të sajtë. Suksese të vazhdimit të gjithë shkolla. Falenderoj për bashkëpunimin edhe drejtorit të shkollave përkatëse, nxënësve, mësuesve dhe të rinjve të zi, por edhe të gjithë qytetarëve që janë pranishëm në këtë olimpike. Suksese të gjithëve dhe suksese në organizimet të tjera në shkollën Fotopuka dhe në Bashkinë Lushnjë. Falenderoj gjithëve.